Mirëmëngjes, shef. Mirëmëngjes, Oriona. Sot po e veten si një klient, pra një klient që ka ardhur tek Villa Melko Rooms. Si do ta kaloj ditën, me çfarë aktivitetesh mund të përballet, si do jetë dita e tij më e bukur, cilat janë mënyrat që të kaloj mëngjesin, qoftë edhe drekën edhe mbasdite. Dhe desha shkoj, shumë bukur, sa ngrihemi, shkojmë përpara një shkëmb. Kemi Vargmalin e Moravës. Natyre qetë, natyre bukur, një qetësi absolute, po të qëndrosh tash një moment të dëgjojmë vetëm cicëri mazojsh, pas pak fillojnë birbilat, prilli, maj, periudha më e bukur të këndojnë birbilat, dëgjojnë, vetëm zojq, natyre qetë. Moment për të lehtësuar shpirtin dhe xhanin tonë. Çfarë do bënim tutje? Vazhdojmë. Shumë bukur, mund të bëjmë një shëtitje hiking. Hiking sot në modë në gjithë Evropën, në gjithë botën, edhe në Bobashtic. Kemi monopate shumë të bukura, kemi lulishte shumë të bukura, shkoj, jesh i lagë ato, dhe si o ta nis një unë jo. Tu do kemi një element që do ta kemi me shkopin të thane. Pra do marrë një shkop të thane, dhe këta janë për kastile, miq të dashur, jo se janë kështu gjende në rrugë, dhe do bëjmë një udhëtim në disa drejtime nga Bobashtica. Shumë bukur mund të bëjmë udhëtimin drejt fshatit të Drenovës, është një rrugë e shtruar, e çakulluar, me lëndina, me lulishte shumë të bukura, natyrale, kemi rrugën drejt Dardhës, mund t'i bëjmë rreth e rrotull kodrinave të fshatit, mund t'ymë përmes fshatit, vizitojmë kishat e fshatit, do takojmë njerëz të dashur, njerëz që do të përshëndetin, që do të thonë mirëmëngjes dhe mirëdita dhe shumë të tjera. Vazhdojmë. Vetëm pak metra nga Villa Melko, ja ku jemi në të djathtë, është kyqëzimi në të majtën tonë Shkorça, drejt kemi rrugën e Dardhës dhe rruga e fshatit në djathtë. Tabelat orientuese për të gjithë zonën këtu patjetër, me emërimet e tyre për të gjitha bizneset. Ne sot do marrim në këtë moment do ecim për rrugës për drejt fshatit të Drenovës. Është një rrugë shumë e bukur, do ta shikoni. Pra ky miq të dashur është drejtimi drejt fshatit të Drenovës. Kemi dalë një pikë shumë të bukur, këto janë zonat kodrinore të Bobashticës. Ishin vreshta në kohën e Xhalxhdenver. Të gjitha këto kishin bukurinë e tyre, ishin fantastike. Megjithatë edhe sot janë të bukura, janë lëndina, të paprekur, janë të virgjra, mund ta shikoni shumë bukur. Shikoj si duket Korça që këtu miq të dashur, e gjithë Korça në punën të dorës, e gjithë fusha Vërdall, kodra e Polenës, e gjithë pjesa e fushës të Bobashticës. E ja dhe aty në sfond Villa Melko, miq të dashur, duket shumë bukur. Ja fshati Bobashticë. Një fshat fantastik, me njerëz shumë të mirë, me një kulturë, me një traditë pa parë. Shembull për të gjithë botën. Pak më tutje, po ta shikoni. Edhe këtu kemi realizuar një stancë, sepse këtu bëhen kullota të shkëlqyera, rritet bari, tërfili i bardh këtu ku ndërmon herë manushaqe, i shfrytëzojmë gjithë këto kullota. Vazhdojmë. Një drejtim tjetër miq dashur që thamë është rruga e Dardhës. E shtruar e gjitha, Dardha ndodhet këtu vetëm 8 kilometra. Deri mbi fshat është rrugë e shtruar, mund të përshtitet hiking në këmbë, të bëhen xhiro me bicikleta. Katër bicikleta do jenë në dispozicion të çdo turisti që do fler tek ne në mëngjes, të bëjë xhirot e tija pa asnjë problem, pa asnjë pagesë, të gjitha këto do jenë plus. Pra që shikoni, rruga është e shtruar, është shumë afër. Kjo është rruga që shkojmë edhe drejt pista e skive, që është midis Bobashticës edhe Dardhës. Ecim e shikojmë edhe këtë shteg. Tu kemi ardhur në momentin e ndarjes të rrugës, rruga e Dardhës tek drejt dhe këtej në të majtën tonë është rruga, është monopati që kemi
që kemi piketuar dhe në Google, ndodhe dhe në Google, i cili nis nga Vira Melko, stacioni parë tek stani Melkos lart, është piketuar dhe dalim me kaldramin perëndis dhe zbresim në fshatin e Dardhës. Dhe anasjeltja zbritja Qandeja. Vjet ka funksionuar pak, do mundohemi që si vjet dhe vitet në tejt funksionojnë më tepër. Është organizuar me Korça Alpin, të cilët janë shumë të përkushtuar për të çështje edhe këtë lloj turizmi. E kanë marrë përsipër, është googulluar, kështu që ekziston dhe në Google dhe këto mund ta gjeni. Pra ky është monopati i Gritës së Madhe. Do ta rishikojmë dhe më vonë këtë pjesë. Shikojmë një lumë i bukur. Një super natyrë. Dimrit ka goxha ujë, po be arit nuk ka kaq intensho dhe fasira ka bëksaj. Në kumatin tonë ndodhet manastiri i Shënkollit me shumë histori, shumë traditë dhe shumë element turistik. Vazhdojmë këtu. Jemi afër manastirit të Shënkollit, i amortizuar patjetër, nuk diskutohet, por është bërë shumë punë me kisha tek ne, domethënë do t'i shikoni të tjerat janë rinovuar dhe këtu është vënë dorë, por është projekt i madh për të bërë. Këtu jemi në mulliri i Shënkollit, i cili ekziston akoma me që dashur siç ka qenë. Shumë amortizuar patjetër. Kanë dhënë muret dhe bërin tentativë për ta rregulluar. Ja ku ndodhet mulliri. Pra me ujnë ati lumit që vinte që pam përpara, furnizoheshe mulliri. Por do ta pastrojmë, do ta rinovojmë, do ta rregullojmë patjetër. E kemi marrë përsipër dhe me bashkinë bashkë, me komunën dhe komunitetit do t'i rregullojmë. Domethënë kemi marrë këtë pjesë. Po është një gjë fantastike, shumë e bukur. Dëgjoni birbilin mi të dashur. Shikoj. Prilli, maj, këtu të çan birbili. Ndodhemi në manastirin e Shënkollit. Një manastir me shumë vlera, shumë amortizuar, ka qenë një gjithë i rrethuar, me mure rreth e rrotull, ku ka qenë një portë e madhe, nga sa më kanë thënë se unë jam dhe moshë e re, nuk e kam arritur. Vizitojshë shumë. Shpresojmë që të arri prap lavdinë e tij, jo si më parë, po të paktën të rrethohet, të rregullohet të ketë lezetën e tij. Shpresojmë dhe besojmë se do ta bëjë. Natyra shumë e qetë, shumë e bukur, shikojmë një që ndodhet. Moravën e kemi shumë afër, si në Alpet. Nuk është e lehtë tash të gjithë Bobështicë. Që të shritet të gjithë Bobështicën duhen disa ditë, duhet të flini disa ditë në Vila Melko që ta njihni tamam. Natyrë, pamje fantastike. Ka shumë pak dorë, shkojnë të murja dhe të vjetra se qishin, ka qenë në rrugë shkurtër që kalon të këtu dhe bashkoheshe me lagjen 8 fshatit. Ka funksionuar shumë bukur vitet më parë. Kjo periudhë ka bërë të saj miq të dashur, s'kemi që bëjmë. Megjithatë natyra është ajo që ne na pëlqen dhe në natyrën do shpejt. Kemi dalë një pikë prapë shumë piktoreske, jemi në ishte në Satrivaçit, ndodhet në zonën kodrinore të fshatit. Fshati ishte gjithë i shtrirë poshtë dhe në të majtë, një pamje fantastike, shikojnë një qytet, shko sa bukur, shko sa afër është Korça që këtu kanë çerur lulet. Shikoj çfarë natyrë kemi. Vetëm cicërima s'do është dëgjoni. Natyrë e qetë.
Gjithë fshati duket që këtu mi të dashur. Se shikoni gjithi për renovohet. Njerëzit kanë ikur vërtet, por investojnë gjithmonë vendin e tyre, duan e dashurojnë vendin e tyre. Çdo ditë po bëhet më i bukur, çdo ditë po bëhet më i mirë. Dhe është detyra jone të gjithëve që ta bëjmë më të mirë. Ja dhe vira me transformin të dashur. Shikoj edhe fusha si është gjelbëruar. Një nga aktorët kryesorë miqtash është gjelbëruar fushë Jamun. 80% e asaj fushe është e mbjellë dhe punohet dhe kullotet nga unë. Gjitha. Është shumë bukur, shumë qejf. Ka momente miqtash që edhe emocionohem, e dua shumë këtë vend. Jo pa qëllim jam kthyer dhe vend të vend. Jemi një nga qezma më të vjetra të fshati, po shtisë qezma e Milovit e quatë. Këtu e merimet ka qenë sllava, të dash, për kemi thënë dhe tjetër. Ka qenë burimi, ka qenë pak më lart, por është transferuar dhe still fuka goxha vite. Gjithë kjo lagja këtu më përpara është tradit dhe nga mezi fshatit vinë që mbushin ujin në ky burim. Uji është fantastik. Pato shumë qezë më fshati. E vetëm pak nëjësi që më ka ngelur ka veprimet e fundit vesh sepse u zhdukën pjesa tjetër. Por unë në mundimin tim dhe me forcën time të fjalës do t'i rindërtoj përsëri dhe do t'i bëj ja fjalën. Loa dhe Shoriona, shema dhe po poshtica. Ndodhemi në manastirin e Shëmërisë, zonja e fjetur. Feston në 15 gusht. Një nga vendet turistike më të frekuentuara. Tu pelekrinazhi nuk qëndron gjatë gjithë vitit, dhe në datën 15 mira njerëz vinë, bëjnë ritualet e tyre në këtë manastir të famshëm. Është bërë fantastik, është ndërtuar vetëm në vitet e fundit, është bërë një investim kolosal. Banorët e fshatit, po bashkë edhe me kishën, me metropolinën, me të gjithët. Kanë ndikuar shumë njerëz, sidomos dhe janë Ulatus Anastatos, ka dhënë një dorë shumë të madhe. Unë e quaj vendi më i shenjtë i Boboshticës, është balkoni i Boboshticës, më shkosh gjithë Boboshticën, në gjithë është Boboshticë. Çdo fundjavë është hapur patjetër, por dhe në momentet të gjithë ata turistë do vinë ta vizitojnë dhe do kërkojnë, ne do t'ju mundsojmë që dera të hapet dhe ata të vinë ta vizitojnë këtë manastir të bukur. Pra po të shkojmë që këtu, miq të dashur. Fillojmë me kishën e Shnedjelës, që është në hyrje të fshatit, kishën e Shënkollit, kishën e Satrivaçit, Shëndëllia këtu në Majtë të Marit, Shën Maria këtu ku jemi, Shënkolli Varreve, Shën Johani atje poshtë dhe Shëmitri. Kisha shekullore, 700 vjeçare. Ka gjithë fshati ka shumë histori. Për gjithë ata që kanë qef historinë dhe të vizitojnë këto vende, këto kulte të bukura, ka vend për gjithë. Super investim. Mos e lini pa e vizituar. Por ju na kthehemi në destinacion.
vendosim shkopin në vendit ti, sepse do vinë turistë të tjerë që ta përdorin. Dhe jam i bindur për këtë. Pra miq të dashur, kemi vend për të gjithë. Për gjithë ata që duan të shlodhen e të mbyllin telefonin, ka vend të shlodhen, të flenë, nuk i trazon njëri. Brenda orareve dhe standardeve të ortelerisë. Për gjithë ata që duan hiking, të baresin, të shijojnë natyrën, po boshta ka vende plot. Për gjithë ata që duan të shijojnë me zera të mira, kemi vende plot. Një kafe të shkëlqyer mëngjes, një teke rakimani edhe shumë të tjera. Kam shumë për të thënë. Megjithatë, unë do ta mbyll këtu. Ju uroj mirëseardhjen. Ju presim. Faleminderit gjithëve.